Deputetët serbë po që mendë në parlamentin e Serbi, duke thënë nuk ka flamoj serbë më në veri të Kosovës, valën vetëm flamuri shqiptar. Hajde ta ndëgjojmë qëtë video, pastaj kam do fjallë për këtë pjesë. Nema zastave više na severu Kosova, srpske zastave nema, ali ste zastavi ore na jugu Srbije albanske, to je vaš rezultat. Nema više ni dinara, nema ni srpskih zastava, nema ni srpskih institucija. Çështjen e asociacionit apo zajednicës, pra zajednica ka kalu këtu në kuvend. Zajednica nuk ka lënë, zajednica nuk ka kalu në gjykat, zajednica nuk ka kalu në popull, zajednica nuk ka lënë as në kryeministri në qeveri. Po këtu te ju ka kalu. I laçi i këtynov qetnikov që i ka bo mu rrugë kështu me zvete është i vetmi njeri Albin Shqiptaria, edhe kërkosun e me hënë këtë. Pra, jëm krenar që ja kum jep votën Albin Shqiptaria, sepse Serbin e ka bo dy fesh, do më thonë i ka shti mu rrugë me zvete, edhe nuk ka mo flamoj serb, sepse veriu shliruen nga strukturat paralele serbe. E prandaj, njeri që meritën mas shumëti është vetëm Albin Shqiptaria me kanun për shtet.